mendoj dhe vetë, thash, unë nuk kam... Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interesa. Në Albania, unë jam asistenti. Ishte diçka shumë e rëndë për sa i përket imazhit tim, sepse gjërat filluan të përdoreshin ndryshe. Kjo është një kauzë shumë e rëndësishme, them. Kjo që më ndodhi mua, mund t'i ndodhi edhe në një kolegu tim, mund t'i ndodhi edhe sikur një njeriu të panjohur t'i ndodhi, është shumë e rrezikshme. Jo më, unë që jam person publik, që njerëzit unë kisha krijuar një emër shumë të mirë, një emër shumë të bukur që publiku më donte shumë dhe dua një pjesë që se don kryeministrin, më urren dhe mua. Pa patur asnjë lloj lidhje. Përdorimi i asistentit